ose në kuvendin, për kur ka të bëjë me çështjet e serbëve ose minoriteteve. Te kapitulli 3, këtu është problemi, te decentralizimi dhe te krijimi i komunave me shumicë serbe dhe te asociacionit. Do të thonë, ku ai atisari krijimin e komunave të reja me shumicë serbe, do të thonë e bën të organizuar brenda një asociacioni. Në atë kohë, i cili dhe më thonë edhe kompetencat i ka pas të përshkrume në planin e që kanë qenë kërësish kulturore, por ne duke kundërshtuar. Kur e mora vesh e ki Kosova atisarit, i mora dëshënime, se ka shku një kohë gjatë, i mora dëshënime. Unë bëj mend, s'kam nevojë për edhe, po e tash... Kam shkuar shumë, në atë kohë kam qenë në kulmin e raportimit. Më vjen keq atë bën, po tu pas kam përzi pak. Edhe, dhe më thonë kanë qenë disa të drejta elementare, cilat... Ku thot të atisari që duhet me bëu asociacion? Ku shkruan? Kapitullin 3. Asociacion geografik që duhet më mbledh 3 komuna me pastru një lëmar? Jo, asociacion të komunave me shumicë serbe. Po, edhe kompetencat, Fakti që kompetencat i ka pasur shumë të limituara, kulturore. Nuk është po që thot saktë. Është kapitulli 3, thotë decentralizimi, që to e ka edhe krijimi komunave të reja, të cilat organizohen në asociacion. Po asus po dhe? Po dhe? Po more monër shushu. Edhe ka pas përshkrume dhe kompetencat, shëndetësi, narsim, planifikim urban dhe çështje sociale. Ku që kam përzi tash, mua aty që s'po më kujtoj se ka pas asociacion. Ti ke të fol për këtë asociacionin që u bë shumë probleme. Jo, këtë asociacionin ne do e kundërshtu tash ka filluar një problem se ta atisari s'ka qenë. Për komunat serbe, jo për Deçanin. Fol për komunat serbe. Po saktë. Edhe për kishat. Kompetenca me jo, kjo marrëveshja e Brukselit kjo. Edhe për trashëgiminë fetare dhe kulturore është kapitulli veçantë. Anasiri Deçanit, zonat e eksterritorialitet. Zonat e mbrojtura kanë qenë. Zonat e mbrojtura eksterritorialitet të tjera. Kam qenë mbrojtje speciale për kishat serbe këto zona, edhe ajo është e përmbushur si kriter. Kanë një prej kritereve që ka qenë më problematike është i përmbushur. Te media. Zeshiri, se do të sfidojmë pasaj, e ke kryuar kanali, po. Ira në aktë të falës. Te media, shfarë ka ndodhër mërë të kënë? Hajse masit folë, di këtë. Aja falim Zeshiri 2 minuta? E kam shumë për qefta të zhojshanë, dhe risa këtë. Jo, vëshdeshta me thonë për procesin që shka shku. Ka qenë për një proces kogja i vështirë për me arteri të krimi i një kanalin gjuhën sërbe dhe me konë kuadrë të transmitusit publik. Se beteja Sërbis ka qenë për me qenë i pavarur, me qenë 2 kanale publike. Edhe ka qenë në fakt një punë shumë e madhe aty me vite, 3 vjetë u bo një betej shumë e madhe. Në fakt ke ba punë të mrekullueshme. Edhe në fund e kemi hap kanalin në gjuhën sërbe edhe aty u bo një tik. Në thonë mendoj që po, edhe mos sëtë se përmen kërkush. Jam i sigurt që në atë kohë nëse si shbo, sot ish përmend ai punë. Për shkak se serbët e kishin mbajtur si tek. Kishte pas kërkesë.